është rritur gjithçka përveç pagës. Po dhe kjo po ndodh më shpejt se kurrë. Çmimet e produkteve ushqimore, qirat dhe energjia janë rritur dukshëm vitet e fundit. Ushqimet dhe pijet kanë shënuar rritje prej 8%, veshjet dhe këpucët 2.5%, shëndeti 7%, ndërsa energjia ka pësuar rritjen më të madhe 9.8%. Edhe çmimet e pronave janë rritur në 2025, rritja më e lartë 3 mujore arriti 7.8%, duke reflektuar kërkesën në rritje dhe aktivitetin intensifikuar të tregut. Inflacioni prej 5.1% ka qenë më i lartë se rritja e pagave, duke bërë që paga mesatare prej 639 euro të humbas fuqinë blerëse. Kjo ka kthyer koston e jetesës në sfidën kryesore për shumë familje. Ekonomistët paralajmërojnë se nëse ky trend vazhdon, kostoja e jetesës do të bëhet kriza e përditshme çdo qytetari.